më ble do se nuk jam në shitje, jo se nuk është ai dikushore. Ai për jetën e vetë është gjithkush, apo gjithkush tjetër këtu që mund tjetë bilioner. Po blien ata që janë në shitje, o zotri. Unë nuk jam në shitje dhe nuk po them që jam munduar të më bleshore. Po që ta kuptojnë këta që nuk jemi të gjithë një lloj. E kanë sharë, vete i gjuan TikTok, i ngrien kemp, i thonë do, atë që i tha Kozaku Nojzit, po e i ja thana emocioni, se hyri me dikë me famë, e i tha të në shambretin, pa dashje, i shpëtoj ati, kurse këta ja thonë, drejt për drejtore, të në shambretin, po letja hanë, vlla, është e drejt e tyre, është e drejt e tyre, le t'ua japi, po nuk janë gjithë një llojere. Po nuk janë gjithë një llojere. Ore po normale nuk ka gjithë keqe, ore lton. Po nuk janë gjithë një lloje, kuptoni apo ishta dini ore. Ky është mendimi im. O për e ka thënë ati bole trapeze, bole katrore, qa nuk i kanë thënë, kuptoni. Dhe shumë mirë që i kanë thënë. Ore, që respektojnë interesin e interesire, se ti lërë pa i hedhur a i e ta shikoj. Ti lërë a i du të bëj kalendar, unë ja kam thënë. A i du të bëj kalendar. Data 1 Filanit, data 2 Fistekut, data 3 Hasanit, data 4 Ysenit. A i du të bëj kalendar të vejtu hedhi. Në të kundër pa tjetër që do ta shajnë. Po e kaloj një e i e bëri skip vajtit e tjetëri. Nuk e të dire, tonë unë për vete time ta them me pastërtia robe Mojsiun, jore, nuk kam gjeme Mojsiun, nuk dua fare të ashu me fjallë. Kam mënyrën e vetë të bërit live, kam mënyrën e vetë të përdorit TikTokut, kam mënyrën e vetë se si menagjon situatat, nuk dua fare ta komentoj as për mirë, as për keq. Nuk dua mi fjallë që të... Po gjithsesi, këtu nuk shitet vetëm se është diçka tjetër, ose nuk e kuptoj unë TikTokun, ose nuk e kuptojmë ne. Se mund jetë edhe kjo ore. Ndoshta, ne nuk e kuptojmë këtë rjetë social. Ndoshta, ne nuk e kuptojmë gjithë këtë rjetë social. Ndoshta, nuk jemi të gjithë të prirur për këtë rjetë social. Ndoshta, ne nuk jemi të gjithë prirur për këtë rjetë social. Sepse këtu ka shumë situata që kur flitet në privat, ore, tjetër thuhet këtu, tjetër thuhet privatër. Ore, këtu shahen, qa nuk thuhet, në privat, po se këshu e ka rjeti social. Në privat, po ja ose këshu janë këto, se do t'ja lem TikTokut, se këto rjetet sociale këshu e kanë. Ndoshta kanë të drejtore. Ore, ndoshta kanë të drejtë, se po t'ishte ashtu s'do kishte arbitra, se arbitrin e shajnë gjithë stadiumi. Ore, ndoshta janë faturat e punës e vlla. Se këtu ka një gjë, në këtë rjetë social, nuk vritesh ore fizikisht, nuk bëhesh me miell, nuk bëhesh me balt, ka shumë gjëra që nuk bëhesh këtu ore. Këtu, ndoshta, ky rjetë social funksionon në këtë lloj forme dhe unë se kam kuptuar akoma, se unë duket se s'kam kuptuar. Mundohesh një ditë babalja mos mas jaronte. E më thoshte është kështu. Ore, unë prapë se kuptoja. Ore, më thoshte muaj ti merr për zemër shumë gjëra thoshte ajo. Ore, jam gjëra interneti thoshte, olla, nuk shkojnë thoshte më tutjere. Jo, do ketë edhe këta të tuajt rrezik bëjnë kështu gjëra, që do ketë. Do ketë. Edhe këta të huajt besoj se bëjnë dallavere, bëjnë. Bëjnë s'pos dim në gjutë huaja që ti kuptojmë duhet. Ndoshta edhe rrjetet sociale pasionojnë se si jemi shumica si popull. Jo ne monki, jo, dëgjoni sekondë dëgjoni, që ta kuptojmë. Ore, unë nuk e di unë si mendoni vipat ju. Se unë sinqerisht, kur kam qenë i vogël, ose kur nuk i dija se çfarë ishin vipat,
A e disi i mendoja që ti ishe VIP me mendjen time, ore. Që të kuptojemi. Që ti ishe VIP me mendjen time, duhet ishte dikush i nderuar, i respektuar, me aftësi, me familje. Kështu i mendoja unë, ore, me ekonomi të lartë, me biznese. Unë me thënë të drejtën, kështu i kam menduar. Nuk e di se si i keni menduar ju. Unë, kështu i kam menduar VIP ato. Njerëz shumë të rregull dhe njerëz të zgjedhur nga shoqëria. Tani, sinqerisht, kam kuptuar që të qenit VIP do të thot thjesht sa follow ke në TikTok, sa follow ke në Instagram, sa follow ke në Facebook dhe nuk i intereson kujt se çfarë bën. Dhe s'ka lidhje dhe pjesa më e madhe e VIP-ave janë ata që janë më të degeneruarit. Ata që i kanë jetën më të shpifur. Ata që nuk kanë sedër, ata që nuk kanë familje, ata që nuk di çfarë është motra, ata që nuk di çfarë është vllai. Këta janë VIP-a. Këta e kam kuptuar vonë, me thënë drejtë. Këta e kam kuptuar shumë vonë. Shumë vonë kam kuptuar që VIP-at ndahen, martohen, pajtohen, zihen, tradhtojnë, zdin ku është babai, ku është mamaja, s'flasin me njerëz të familjes. Në fjalë, këtë e kam kuptuar vonë. Që bëjnë jetë të shturur, me fjalë, këtë e kam kuptuar vonë. Me fjalë që janë VIP-a të tillë, me fjalë. Vonë e kam kuptuar, me thënë drejtën. Më para i shikoja ndryshe. Jo, në TikTok, pjesa më e madhe janë njerëz që nuk kanë pasur mundësi se si të krijojnë të ardhura, edhe kur e pan TikTokun si një mundësi të ardhurash, nuk janë shkëputur TikTokut. Në një farë mënyre, mire bëjnë se në fundit ka njerëz plot që u hedhin lek, kështu që pse mos ta shfrytëzojnë, le të vazhdojmë programin. Kaj si do familja, sa të duash ka. Ka sa të duash nga gjitha llojit ka. Sa të duash ka reçuna dhe goca, sa të duash ka. VIP-at janë artistat, jo budallin dhe ignorantët o floritët. Ore, Denis, Den, jam shumë dakord. Edhe unë po të them ashtu i kisha menduar. Ta them me pastërti, ore. E kupton, i kisha menduar me fjalë si Alban Skëndera, ore. Po them një emër, kot. Si grupi Rita Pesore. E kupton, po them kështu këngëtar. I kisha menduar, ore, si Ylli Baka të ty që është VIP, që është këngëtar. E kupton, i kisha menduar të tillë, ore. Nuk i mendoja kur se mund të quajësh VIP dikush që është i degeneruar. Nuk e kuptoj. Unë nuk jam ti me këtë pikën servilja skujt, po me qenë se të pas ka mërzitur babalja se të ka bërë blok, kam një adres tjetër edhe i ndiqe. E kupton? O asë në plumbing, nuk jam lab, jam nga skrapari, kështu që i bie që nuk më njeh. Pra herë dhe komentove kot. Po gjithsesi labve për atë që thot Majeri. Sa durim ke që merresh me 0 grado profe. Po mira do shtim darkën ose nuk këta janë ignorant funksional. Po që janë ignorant as i bëhet fjalë. Amor çuna. Gjithsesi TikTok është i tillë. Edhe sinqerisht nuk kam dashur dhe nuk dua të merrem më. O Jurgis, po tani doli mesazhi, ky komendi. O Klaudia. Gjithsesi nuk kam dashur, po të doja që të bëhesha pjesë të paktën e këtyre diskutimeve të fundit kur hyra live aty me Mojsiun edhe me Aleksin dhe me Mirushin, mund të kisha dhënë nota të tjera live-it, po sinqerisht e ndalova veten, e kontrollova veten dhe bëra shumë mirë.
Se mund t'i kisha edhe notat të tjera, se sinqerisht mund t'i kisha thënë 2 fjalë më tepër edhe Mojsiut, mund t'i kisha thënë 2 fjalë më tepër edhe Aleksit, mund t'i kisha thënë 2 fjalë më tepër edhe Miroshit, po nuk doja fare, nuk po duam atë. Nuk ja vlen për mendimin tim personal. Nuk ja vlen më. Ky është nuk ja vlen. A Jurgis. Nuk ja vlen edhe çuna jo, nuk ja vlen fare. Gjithsesi, jo, ma jo, nuk merrem fare. Ja. Ja, nuk merrem. Ai babalja me kë është ai babalja? Ai që nga me Laklevisin, me Fabio, me këta? Okej. Por Arion. Nga Therepeli. Zoti Qela. Iga quna iga. Iga të kaloni mirë, natën e mirë, edhe... Jo, nuk dua që të ashu me njeri, sinqerisht, do e mbyllë shumë, do e mbyllë natën në gjithë. Natën që jemi nesër.